Emisioni Fokus me autor dhe drejtues gazetarin Ermal Sika në prag të zgjedhjeve vendore të 9 nëntorit vjen këtë javë me një hapësirë speciale kushtuar kandidatëve për kryetar të Bashkisë së Vlorës. Në mbrëmjen e të mërkurës, i ftuar në studio ishte Gjergj Nika, kandidat i pavarur për kryebashkiak të Vlorës. Në një bisedë të gjatë me gazetarin Sika, zoti Nika foli për jetën e tij familjare, formimin profesional dhe kontributin e dhënë ndër vite në jetën publike dhe politike të qytetit. Ai shpjegoi motivet që e shtyn të kandidojë për drejtimin e Bashkisë së Vlorës, si dhe sfidat që ka kaluar gjatë procesit të regjistrimit në zgjedhje, mbas vendimit të KQZ-s për rrëzimin e kandidaturës së tij dhe më pas regjistrimit nga Kolegji Zgjedhor Gjyqësor. Gjatë intervistës, Nika foli dhe për fushatën e tij elektorale, takimet me qytetarët dhe reagimet e banorëve në qytet dhe njësitë administrative. Ai theksoi nevojat aktuale të Vlorës, problemet që përballon qyteti dhe prezantoi platformën e tij për zhvillimin e bashkisë, që përfshin investimet, infrastrukturën, ndriçimin publik, pastrimin, shërbimet dhe zhvillimin urban. Në pjesën tjetër të emisionit, kandidati u ndal edhe te zhvillimi rural, duke folur për programin e tij në fushën e buqësisë, blegtorisë dhe sigurimit të tregut për prodhuesit lokal. Si njohës i ekonomisë dhe financave, Nika bëri një analizë të situatës aktuale të biznesit në Vlorë dhe prezantoi planin e tij për nxitjen e zhvillimit ekonomik, duke renditur ndër prioritetet kryesore turizmin dhe mbështetjen e të rinjve. Në garën për drejtimin e Bashkisë së Vlorës, përveç Nikës, marrin pjesë edhe kandidatja e Partisë Socialiste Brunilda Mersini dhe kandidati i pavarur i mbështetur nga opozita Dionis Sota. Në intervistë, Nika dha vlerësimin e tij për rivalët dhe komentoi strategjinë e Partisë Demokratike për mbështetjen e kandidatëve të pavarur. Ai foli gjithashtu për mundësitë e bashkëpunimit me qeverinë, qëndrimin ndaj projekteve aktuale në qytet dhe përgatitjet për ditën e zgjedhjeve, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së qetësisë, transparencës dhe mbrojtjes së votës. Në fund të intervistës, Gjergj Nika përcolli një mesazh për votuesit e Vlorës, duke i ftuar të marrin pjesë masivisht në zgjedhje dhe të votojnë me ndërgjegje për të ardhmen e qytetit. Emisioni Fokus do të vijojë edhe këtë javë me 2 intervista të tjera. Këtë të njëjtë i ftuar do të jetë kandidati i pavarur i mbështetur nga opozita Dionis Sota, ndërsa të premten në orën 20 për ta mbyllur këtë cikël intervistash do të jetë në studio kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës Brunilda Mersini.